Të thirrur për shenëteri, kemi thënë të dashur dëgjues, është thirrja e Papës Francesco, por nuk është vetëm thirrja e tij. Kemi thënë që Zoti vetë don shenëterin ton. Jezusi vetë donë na dhuron shenëterin në jetën tonë të përditshme. Por tani le të marrim edhe konstitutën dogmatike mbi kishën që Kisha e Shenjtë gjatë Koncilit të Dytë të Vatikanit ka shpallur. Është një dokument në të cilën flitet për kishën, për misionin e saj. Dhe pra, për këtë arsye, mund të gjejmë këtu edhe një ftesë për shenjtëri, për një shenjtëri të vërtetë dhe të përditshme. Madje Koncili flet, shikoni ju vetë të dashur dëgjues, për një thirrje që është për të gjithë. Jo vetëm për ata që janë të angazhuar në mënyrë të veçantë në jetën e tyre të krishterë. Dhe më thanë që di, për shembull, vetëm për priftat ose për motrat, për laiket të angazhuar, jo. Çdo i krishteri është i thirrur, është një thirrje e gjithëmbarshme, mund të themi kështu, për shenjtëri. Në këtë dokument, në Konstitutën pra Lumen Gentium, mund të lexojmë në fakt këtë fjali. Thotë dokumenti, të gjithë në kishë janë të thirrur për shenjtëri. Sipas fjalëve të apostullit, vullneti i hyjit është ky shenjtërimi juaj. Dhe në një pjesë tjetër vjen dokumenti, të gjithë besimtarët e Krishtit pra janë të ftuar dhe të detyruar ta ndjekin shenjtërinë dhe përsosmërinë e gjendjes së vet. Pra, nuk është vetëm një ftesë, nuk është vetëm një thirrje. Mund të themi kështu që është edhe një detyrë. Thot bukur dokumenti, të krishterët të gjithë besimtarët e Krishtit janë të detyruar ta ndjekin shenjtërinë e vetë, do të thonë të jenë të shenjtë, secili sipas gjendjes së vet. Sigurisht shenjtëria e një meshtari, e një motre, e një të kushtuari është diçka tjetër se shenjtëria e një babi ose një nane në një familje ose shenjtëria e një personi në vendin e punës. Sigurisht është diçka ndryshe sepse sipas rrethanave në një farë mënyrë shfaqet kjo shenjtëri, por prapë është një thirrje për të gjithë, madje mund të themi një detyrë për të gjithë ta ndjekim shenjtërinë dhe përsosmërinë e gjendjes së vet. Nuk mjafton të jesh një bab, por je i thirrur dhe ke detyrën të jesh një bab i shenjtë. Nuk mjafton të jesh një nan, por je i thirrur të jesh një nan e shenjtë. Nuk mjafton të jesh një prift ose një murgesh, por je i thirrur, jemi të thirrur për një shenjtëri të vërtetë. Një shenjtëri që shfaqet në fakt, thotë dokumenti, në jetën e bijve të kishës, në jetën e përditshme. Kështu thotë dokumenti në numrin 39. Kjo shenjtëri e kishës vazhdimisht shfaqet dhe duhet të shfaqet në frytet e hirit që Shpirti i Shenjtë prodhon te besimtarët. Shprehet në forma të ndryshme tek secili prej tyre që priren nga dashuria e përsosur në jetën e vet dhe ndërtojnë të tjerët. Në një mënyrë krejt të veçantë shfaqet në praktikun e këshillave ungjillore. Kjo shenjtëri e kishës, pra të dashur dëgjues, vazhdimisht shfaqet në jetën tuaj dhe në jetën time. Është Shpirti i Shenjtë, pra që prodhon në jetën e besimtarëve këtë shenjtëri që e dhuron, mund të themi kështu. Shprehet kjo dashuri, kjo shenjtëri në forma të ndryshme tek secili prej atyre që priren nga dashuria e përsosur në jetën e vetë dhe ndërtojnë të tjerët. Ku lind shenjtëria? Si lind shenjtëria? Mund të themi që lind nga një dashuri që vërtet dëshiron të jetë përsosur në çdo gest dhe në çdo fjalë. Është dhurata e Shpirtit të Shenjtë për të gjithë ata që priren, thoshte dokumenti i kishës, nga dashuria e përsosur.
jo nga një dashuri e zakonshme, por nga dashuria e përsosur në jetën e vetë, se cilin rrethanat e jetës së vetë dhe që ndërtojnë të tjeret, duan të tjeret me këtë dashuri dhe në këtë shenjtëri. Por të dashur dëgjues, nuk bëhet fjalë për një barë të rëndë tjetër që në këtë moment po trajtojmë bashkë një detyrë tjetër, bëhet fjalë për një dhuratë. Shpirti i Shenjtë na dhuron këtë dashuri të përsosur që ne dita ditës në zgjedhjet tona të përditshme të ndjekim këtë qëllim dhe me këtë dëshirë ecim dita ditës. Kjo nuk do të thotë që kjo gjë nuk kërkon sakrificë ose flinë e përditshme, madje e dim sa mund të kushtojë. Por prapë se prapë, kjo dhuratë është shumë e bukur, sepse vetëm kështu mund të ndërtojmë vërtet një familje të shenjtë. Vetëm kështu mund të ndërtojmë një vend më të mirë. Vetëm kështu mund të kemi marrëdhënie autentike. Dashur Zoti, pra që Shpirti i Shenjtë të ndikojë dita ditës më shumë në jetën tonë dhe që unë dhe ti që më dëgjon të prirur nga dashuria e përsosur vërtet ta shfaqim në jetën tonë shenjtërinë e Kishës Katolike. Të dashur dëgjues, e kemi thënë bashkë me Shempalin që shenjtëria nuk është diçka që i përket fundis së ecjes sonë shpirtërore, por është diçka që është në fillim, sepse u takuam me Krishtin vërtet. Dhe dokumenti i Kishës, Constituta Lumen Gentium, vion duke folur për shenjtërinë reale konkrete të çdo krishteri, sepse kjo gjë është dhuratë e pagëzimit që kemi marrë. Thotë dokumenti, të gjithë ata që besojnë në Krishtin janë të thirrur në plotësinë e jetës së krishtere dhe në përsosmërinë e dashurisë, pra të dashur dëgjues, në shenjtëri. Për të arritur këtë përsosmëri, besimtarët duhet t'i përdorin forcat e marra sipas masës me të cilën vetë Krishti deshi t'u adhuroje, që duke ndjekur shembullin e tij dhe të bërë të ngjashëm me shëmbëltyrën e tij në gjithçka të dëgjueshëm ndaj vullnesës së Atit, me bujari të plotë, t'i përkushtohen lavdisë së hyjit dhe shërbimit të afërmit. Çdo kush, vion dokumenti, sipas dhuratave dhe detyrave të veta, duhet të përparojë pa ngurrim në për rrugën e fesë gjallë, e cila ndezë shpresën dhe vepron në përmjet dashurisë. Atëherë të thirrur përsëri e kujtojmë nga Kisha e Shenjtë, nga Zoti, për këtë shenjtëri çdo i krishteri ecën dita ditës në këtë rrugë të përsosmërisë së jetës së vetë. Për të rritur këtë përsosmëri të dashur dëgjues, jemi të thirrur, e thoshte dokumenti, t'i përdorim forcat e marra sipas masës së Krishtit. Ku i marrim këto forcat? Sigurisht, së pari në lutjen tonë të përditshme, në meshën e shenjtë dhe në meditimin e përditshëm të Ungjillit. Duke u takuar kështu në lutjen tonë dita ditës, ne i marrim këto forcat të reja që në ndihmojnë të ecim përpara në rrugën tonë të shenjtërisë. Një shenjtëri që nuk është asgjë tjetër përveç imitimit të shembullit të tij, thoshte dokumenti, të shembullit të Krishtit. Pra, atëherë kush ishin shenjtër? Ishin ata që u bën të ngjashëm me shëmbëltyrën e tij, që jetonin në jetën e tyre dita ditës, në zgjedhjet e veta, në fjalët e veta, në gjestet e veta, jetonin dita ditës gjithnjë më shumë në përkim me vullnetin e Jezusit, me vullnetin e Atit. Atëherë të bërë të dëgjueshëm, thoshte dokumenti, ndaj vullnesës së Atit, me bujari të plotë, t'i përkushtohen lavdisë së hyjit dhe shërbimit të tij.
Shenteria jonë nuk është pra asgjë tjetër përveç një jetë në të cilën dëgjojmë fjalën e Zotit dhe e zbatojmë dita ditës, duke jetuar me bujari të plotë, thot Kisha e Shenjtë, domethënë në përkushtim ndaj lavdisë së Zotit dhe ndaj shërbimit të tjerëve. Shenteria pra është një dhuratë, është një jetë e vërtetë, një jetë e plotë, në të cilën çdo i krishteri jeton dita ditës, duke e lavdëruar Zotin për dhuratën e madhe që na bën me shirën e vetë dhe me hirën e vetë, dhe duke u angazhuar dita ditës më shumë në shërbimin e të tjerëve. Çdo kush vijonte dokumenti sipas të dhuratave dhe detyrave të veta, duhet të përparoje pa ngurrim në rrugën e shenjtërisë. Pa ngurrim. Ne përkundrazi ecim shumë ngadalt. Të dashur dëgjues, mendoni që është edhe përshtypja juaj në këtë fushë. Për këtë arsye Kisha e Shenjtë na fton që të ecim pa ngurrim, që të mos shikojmë mbrapa, por të ecim përpara në jetën tonë të shenjtërisë, sepse kjo është dhurata që na është bërë në momentin e pagëzimit. Të gjithë jemi të thirrur për këtë shenjtëri. Një autor i kësaj kohe, duke folur pikërisht për këtë thirrje ndaj shenjtërisë për shenjtëri, kështu ka thënë: të gjithë janë të thirrur për shenjtëri, sepse e kuptuar mirë, thot ky, kjo shenjtëri është në dorë të gjithëve, pra është normaliteti i jetës së krishterë. Shenjtërit janë por si lulet vijon, nuk janë vetëm ato lulet që vendosen mbi altarit. Sa prej tyre çelin dhe thahen fshehtazi, pasi ta kenë leshuar pa e bërë zë erën e mirë të tyre rreth vetes. Sa prej këtyre luleve të fshehura janë qelur dhe qelen vazhdimisht në kish. Pra të dashur dëgjues, me këtë autor mund të theksojmë edhe këtë aspekt tjetër, që shenjtëria nuk është diçka e jashtëzakonshme, ose të paktën kështu nuk do të ishte, sepse thoshte ky, e kuptuar mirë, shenjtëria është në dorë të gjithëve, edhe ne duam ta kuptojmë më mirë, sepse vërtet na duket diçka e paarritshme, diçka e jashtëzakonshme. Por bashkë me këtë autor përpiqem ta kuptojmë edhe ne. E kuptuar mirë, thot ky, është pra normaliteti i jetës së krishterë. Normaliteti i jetës së krishterë. Domethënë, sipas atij, i krishteri nuk mund të jetojë ndryshe përveç në një jetë të shenjtë. Nëse nuk jeton kështu në këtë shenjtëri të vërtetë, në fund jeton kundër ose jashtë thirrjes së vetë të krishterë. Por, thoshte ky autor, shenjtërit nuk janë vetëm ata bën të këtë krahasim me lulet, nuk janë vetëm ata që vendosin mbi altarin, domethënë që Kisha e Shenjtë i shpall zyrtarisht të shenjtër, për shembull si Nën Tereza ose si mund të jenë martirët tanë këtu në Shqipëri. Ka shumë shenjtër të tjerë, shumë lule që lulezojnë, që qelin dhe thahen fshehtazi, thoshte ky autor, pasi ta kenë leshuar pa e bërë zë erën e mirë të tyre rreth vetes. Çfarë është pra? Shenjtëria ime dhe shenjtëria jote është një jetë në të cilën unë leshoj këtë erë të mirë. Parfumin e Krishtit, mund të themi kështu, rreth meje, rreth e rrotull për të gjithë ata që më njohin, që më takojnë, që jetojnë me mua. Sa vjon të kjo autor për këtyre luleve të fshehura janë qelur dhe qelen vazhdimisht në kish. Po të dashur dëgjues, ndoshta bashkë me Papën Franciskun duhet i hapim syt vërtet, sepse ka shumë njerëz, shumë të krishterë që jetojnë këtë shenjtëri të përditshme.
Nuk bëhet fjale, kemi thënë në fillim, për gjëra të jashtëzakonshme, por që në jetën e tyre jetojnë me një dashuri të madhe, vërtet me një përkushtim të madh, që ndoshta asnjë person e njeh, asnjë person e veren, ndoshta as ata që jetojnë me të, por prapë se prapë, era e mirë vërtet bën më të lehtë dhe më të bukur jetën e këtij personi, por sidomos jetën e tyre që jetojnë me të. Dashur Zoti, që vërtet duke e marrë seriozisht ftesën e Papës Francesku, edhe ne të lëshojmë këtë erë të mirë për të mirën e atyre që i duam, që kemi për zemër që jetojnë me ne, dhe për të mirën e Kishës së Shenjtë.